Ndër përgjigju përmend nga Ministrja e Brendshme edhe një fëmijë i mitur që sipas saj është parë të drejtoj gur në drejtim të forcave të policisë. Një protestë e opozitës me një pjesëmarrje masive që në qendër kishte kërkesën për shkarkimin e Edi Ramës e ndërlidhur kjo ngushtësisht me skandalet e fundit të kësaj qeverie ku mbi to qëndron zonja Balluku. Edhe ju keni qenë pjesë e debateve të sotme në parlament, apo jo? Për fat keq, jo, sepse unë isha në gjykat, derisa të liroheshin protestuesit, që dikur rreth orës 3:30, 3:40 pasdite, por kjo ndodhi në pjesën e paraditës, po i kam ndjekur debatet, patjetër. Tani, policia thotë se nuk është ushtruar dhunë, nga ajo në drejtim të protestuesve, po se është kundër përgjigjur. Ju si mendoni, e ndoqët protestën, e pat pjesëmarrjen masive në bulevardin Dëshmorët e Kombit? Po që është fakt që nuk është ushtruar dhunë për shkak sepse vetëm 11 oficerë policie kanë qenë pranë shërbimeve spitalore që kanë marrë ndërhyrjen e menjëhershme nga këto ekipe për rehabilitimin e tyre. Pavarësisht se në djenin time jam informuar që nuk kanë qenë lëndime të forta. Pastaj shumë e qartë ajo që deklaroi Ministra Kocius, sepse fatikisht unë kam qenë dhe live në një emision tjetër fatikisht kur u mundua që gjatë protestës të PD-s, duke qenë se nuk arritën do të qëllimin e tyre, se s'kan qëllim në të fakt, ajo që mua më vjen shumë rënd më sakt, ose mendoj që është kriminale, është përdorimi i të miturve si mercenar, duke njohur shumë mirë ligjin. Kush e përdori të miturin, në fakt? Po forca politike, se... I mitur ishte në rajon policisë, një mitur në rajon policie? Një mitur, një fëmijë dhe një mitur që duhet jetë pranë ambientit familjar, pranë xhirit familjar dhe të kaloj kohën. Një minutë të kaloj kohën e timet përshtatshme në kushtet më optimale sipas grup moshës që ka, përdoret si mercenar për të goditur me gur dhe për goditur edhe me lëndë të tjera djegëse drejt forcave të policisë ose drejt edhe objekteve të qeverisë. Dhe në këto formë, një mitër i cili është i pashoqëruar nga prindrit, merret shoqërohet nga komisariat, bëhet i gjithë verifikimi si janë protokollet përkatëse që ndjekin çdo lloj komisariati dhe jam shumë i lënduar fatikisht që u politizua si çështje dhe u ngrit me akuza nga deputet të Parlamentit të Shqipërisë, të opozitës, të cilët deklaruan që ndaj një të mituri është ushtruar dhunë psikologjike, dhunë verbale, dhunë fizike, gjë e cila nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Dhe për mendimin tim, të marrësh një fëmijë, ta përdorësh. Në në polici është faktikisht dhunë, ta përdorësh. Dhunë psikologjike minimumi. Dëgjoj, nëse ka ndodhur dhunë. Sa vjeç është fëmia? Nëse ka ndodhur dhunë, nëse protokolli 11 vjeç ishte. Ka 14 vjeç. Dhe nëse 14 vjeç. 14 vjeç ka hyrë në përgjithësi. I lutej policisë, e keni dëgjuar fëmijën? Po e kam dëgjuar. Dhe në moshë 14 vjeç, siç e dini shumë mirë, sipas edhe procedurave ligjore, fillon dhe ndjekja penale për ndaj të miturave. Por ama të merret një mitur të përdoret për të qenë mercenar, siç e thash, dhe më pas të supozohet të hidhet të mbushet opinioni publik. Po dhe shteti duhet bëj këtë, Alfred, lutem. Një fëmijë që i lutet policisë, ju lutem mos po merrni, është në shok psikologjik. Po absolutisht po. Dhe në mënyra se si është marrë